Adriano Mhillaj është shpallur në kërkim për vrasjen e dy fisht të ndodhur më 26 prill në Balltren të Lezhës, ku humbën jetën bashkëshortët Kreshnik dhe Gjentiana Mujeci. 22 vjeçari rezultoni kërkuar nga policia e Shkodrës që për janarit 2026 për kanosje me armë dhe mbajtje pa leje të armëve, pas një konflikti me Eduard Ksallën në zonën e njohur si Kryqëzimi i Vinotekës. Sipas hetimeve, atentati ndodhi rreth orës 14:50, kur çifti po udhëtonte me automjet dhe u qellua me breshëri plumbash nga persona të armatosur, të cilët më pas u larguan nga vendngjarja. Në kërkim për këtë ngjarje janë shpallur edhe Florin Mhillaj dhe Renato Mhillaj, të cilët dyshohet se kanë bashkëpunuar në organizimin dhe ekzekutimin e sulmit. Policia dyshon se motivi i krimit lidhet me gjakmarrje, ndërsa autorët kanë ndjekur lëvizjet e çiftit dhe më pas i kanë zënë prit duke përdorur 2 automjete. Hetimet vijojnë për kapjen e tyre dhe zbardhjen e plotë të rrethanave të kësaj ngjarjeje të rëndë.